të kodit penal, sepse vetë Altini dje e tha, frika nuk duhet ekzistoj, është hequr dhe themi ai kontrolli me Kjubarin, e ke parasysh pra që ishte, është hequr, kjo frikë nuk duhet ekzistoj, thjesht po mbjellet, ndoshta është ky synimi, pra ta mbjellim këtë lloj frike, këtë lloj ideje që ne dim edhe kur fle, edhe kur ha, jo më votën që ke hedhur. Janë të gjitha, por e vërteta është që zoti Rama për mendimin tim është bërë gati të bëjë një masakër elektorale model. Pra për shembull sot thirrja në Dibër ishte ta bëjmë 4-1 se s'ka Bovaki, për shembull. Po. E kupton? Groja e divorcuar më intereson mua, etj. Pra të gjitha ndodhin. Mizogjenia jo vetëm artikuluese, po dojnë edhe në veprim. Zoti Rama nuk është më vetëm një legjendë urbane. Dhe ato që e din, ato që duhet ta dinë, e din, si më thënë. Problemi është për të kuptuar se çfarë po ndodh aktualisht. Dhe kjo është një alarm i cili duhet ngritur tashmë. Sepse nëse ne shkojmë me këtë lloj status quo-ja në zgjedhje dhe zgjedhjet certifikohen, mbas kësaj do të jetë vështirë që të bëhet diçka më pas, sepse ne kemi parë këtë lloj. Nuk e dia mund të certifikohen zgjedhje me këtë lloj masakre, se nuk jemi në kushte të dikushme ku certifikoheshin ende pa mbaruar. Sepse zoti Rama ka vetëm një alibi për të shpëtuar ajo që duhet ishte fati i tij normal politik i zhdukjes nga skena politike. Është vetëm alibia e votës masive popullore, e cila duhet merret me çdo kusht dhe me cilën ai më pas do duhet qura vitet para ndërkombëtar për të thënë që vlla, mua më kanë votuar qytetarët. Këto nuk janë zgjedhje. Këtu zgjedhje nuk ka. Dhe ne kemi, dhe kjo duhet të thënë dhe duhet kuptuar, dhe kjo e sotme që ka ndodhur në Dibër, ku u bë publik fakti që këtu vota patronazhisti është në aksion total, jo vetëm Shqipëri, por tashmë edhe ndërkombëtarisht. Patjetër. Ky është një krim që nuk po ndodh në Shqipëri. Sepse ajo votë që ka ardhur jashtë shtetit praktikisht është fotografuar dhe krimi është kryer dhe jashtë shtetit. Këtu do duhet që institucionet të bashkëpunojnë. Pra këtu nuk është vetëm sfida e SPAK-ut, sepse unë mendoj që unë s'pres asgjë nga SPAK-u, sepse unë shoh, si më thon, simptomat për të kuptuar se si po veprohet. Po ku e ke shpresën ti? Shpresën unë e kam tek opozita dhe ndërgjegjësimi ndërkombëtar i asaj që ndodh aktualisht në Shqipëri, dhe kjo gjë nuk